Asnjë, do të thonë veç po... Besoj se këtu ka një se ka informacion. Jo, informacion, po të informacion po do të thonë. Shikoni, që kjo opcioni me shku të në ngusht nuk shkon. Se? Nuk shkon. Për atë arsye se këtu duhet me marë pjesë, për me shku duhet me bashkëpunu me subjektet politike, nuk kalon. Absolutisht, mundet me kalu. Qeveria, si pas mendimit tim që e kumë shprej, nëse do në bëjë qeveri stabile për 4 vjetë, duhet me shku me Partinë Demokratike. Revizja vetë vendosi me Partinë Demokratike. Është opcion. Dhe ju besoni se është opcion real që të ndodhë? Real është opcion. Ku e bazoni? Tjetër. Teri tash ta spekulojmë. Qeveria po dhe po, ta është 100% s'kem për kërgja këtu. Politikë, problemet me qëtë. Po pyetja ime është konkrete vetëm. A keni informacion se mund të ketë negociat, mund të ketë ka dishmëri, apo po thëni matematikisht? Jo, informacion s'kam, po kam një ori. Që i bie? Që i bie që ka mundësi, dhe me thonë është të mundshme dhe keme shumë. Matematikisht, po. Tjetër, është problemi që, dhe me thonë, pushtetin me kriju me minoritete, unë e mendoj që është për pushtet pa lavdi. Se? Për atë arsye se minoritetet janë pjesë integrale të Kosovës, nuk janë pjesë vendimarrëse në citatat kapitale. Duhet pas kujdes tu. Tjetër, minoritetet ta përcaktojnë shumicën e saneve në kuvend. Pa minoritete që është i krijuar shteti jon, parlamenti jon. Nisën shqiptarë në kuvend. Po sërish duhet me 2/3 ndrotë statuta, vetëm për ligje 2/3 të dyfishta. Vetëm për ligje vitale janë organizuar. Janë 8 ligje vitale për ato, nuk ndërhyjnë gjitha këtu. Ne përgjegjësinë kemi më shumë se më shumë shqiptarë kemi përgjegjësinë, ata duhet të qenë pjesë integrale, ne duhet për kujdes për ta, por jo në momente të caktuara me vendos për çështje kapitale. Vendosja e qeverisë institucioneve është çështje kapitale. Tjetër, dhe të thotë qeveria duhet bëhet, si pas mendimit tim, duhet bëhet qeveria, për ata se ne ende kemi do meq ndërkombëtar në të cilën në të interesum për këtë çështje. Nëse s'mirëm i vesh, ushtruesja detyrës ambasadores, shkoj atje në Pej, të vizitoj fabrikën Prince Cafe, në kohën kur filloi konstituimi i kuvendit, pra që tregon se ka ndryshuar gjërat shumë, sënavara i kishim aty, të ku marrë me zërë. Ma pak përfshirë ndërkombëtare, qash ma gjatë procesi konstruimi. Dhe me thonë, fatkeqësisht po merren me neve. Fatkeqësisht nuk po merren me neve. Që do të merren me neve. Ka me intervenu, ka kaluaj o kohë. Unë e zdi qka po pritët në Kosovë që duhet dikush me në athirë prej jashtë me thonë bërë një qeveri. Se ka kaluaj o kohë i lirë? Se s'ka kalu heq e kohë. Se ka mashtru 2 herë. Dhe me thonë se vjene e kohë dhe ka me ardhe. Ka me ardhe. Ndërkombëtarët do ta vendosin. Po, shumë shpejt. Nëse këta nuk vendosin, ka me vendosin. Edhe është... Do të zjerin zarfin sërish? Zarfin, jo, po i gjanë në njërë opcione, i tërgojnë opcione si me kalu, dhe më thonë, edhe... I kanë tërguar Zotin Kurti deri këto 4 vjetë shumë opcione dhe shumice nuk ja ka marrë parasysh. Zotin Kurti, tash të zdi shka ndosin politikë shtirë, po Zotin Kurti ka me pushu. Ka me pushu? Po. Ka do të thotë kjo? E pushu në opozit i bjenë, kështu me përti. Zotin Kurti e shini ju në opozit? Si pas gjitha gjasër, po. Pra ndërkombëtarët, se ta vej kontekst sa fa. Ndërkombëtarët do të intervenojnë, dhe kjo intervenim do të bëjë që Zoti Kurti të pushojt. Është mirë me pushu sa o lodhe, më thonë edhe duhet me pushu. Vetëm tash për na përzini, Zoti Kryezi, a jeni duke bërë analizë, a jeni duke shprehur dëshira. A do me bon politikë. Jo, analizë. Kalova në politikë që tash. Cilën po e bëni, vetëm na shpjegoni se ta dimi, çfarë kupole po flisni. Se a filluat me analizë dhe... Analizë kushtetuese, e spjegova duket mira, që duket ka qenë rregull, tash pak edhe politikë, se na këtë jetë është politikë. Kështu që mundësitë, dhe më thonë, janë këto reale. Që kjo mundësia, si pas mendimit tim, edhe bukur e bindshme është që kjo 6 muaj që nuk shkon. Për me shku me gjithë komunale, me shku me gjithë që... Po thoni që shumë shpejt që është javësh, që do të intervenojnë ndërkombëtarët nëse s'ka zgjidhje. Si pas mendimit tim, dhe më thonë si pas mendimit tim. Dhe pastaj kjo do të bëjë që Zoti Kurti, kur të bëhet ta intervenimi, tjetë në opozitë, formohet qeveria e ishte. Edhe opcioni tjetër është. E përmene Alberti, dhe më thonë, kjo është kushtetut, dhe thonë, mas 15 ditë ka afat për krimin e qeverisë dhe s'mundë, mas 10 ditë është afati tjetër, që mund të bëj njëra për i partive që ka kalu pragë, nuk dhe me thonë e dyta. Një parti e cila ka mundësi, mi bon gjatën një votë, gjatën një deputet, shkon të presidentja, i konfirmon ato dhe kryon qeverinë. Dhe për këtë po flisni ju?
Po, ama për marrë që të... Për këtë po flisni ju, për këtë skenar. Po, për këtë skenar. Kjo skenar është me 15 dite, dhe më thonë pas 15 dite. Po. E qënë, çfarë absurditeti kemi ne? Për Pas shembull, 15 dite. shikoni, çfarë absurditeti kemi? Për shembull, kush ka mujt me paramendu si një partije cila fiton dhe nuk e dërgon emrin për kryeministër. Një partije cila fiton nuk e dërgon emrin për kryetar parlamenti. Është absurde, shumë vështirë është me mendu këto citata. Vetëm këtu kemi kandidat për kryetar kuvendi. Po kemi kandidat, po duhet me kriju kushte për më zgjedh kandidati. Se kemi kandidat, po ka detyrë me zgjedh parlamentin, me konstitu parlamenti, jo vish me propozu, po me konstitu. Nëse shkojmë në fazën e dytë, kur zgjedhet kryetari kuvendit, dhe pastaj nuk e propozon, se nuk i ka votat, ndoshta. Nuk e propozon, për shembull, nuk e propozon. Lëvizja vetëvendosje. Nuk ka afat. Çka bëhet? Nuk ka afat. Aty është një farë afati kumulativ, që dhe më thonë është kumulativ gjatë ditë, prej momentit, kur fillon mandatimi, kur shkon te presidenti mandaton njërin prej kandidatëve, prej atij momentit mënyrë kumulative gjatë. Ne po themi s'ka kandidat, kon ta mandatoj. Nëse e dërgon një kandidat, mënyrë kumulative gjatë ditë. Do më thonë është 15 ditë, por 15 ditë do më thonë për një herë, brenda gjatë diteve, duhet kryet kjo për ndryshe shkojmë gjithë tjerë zakonshme. Si klauzol, Kushtetut e ke. Për gjithë të kryeministrit, atëherë afatet rrjedhën është e qartë, blokada tani është të kryetari. Shkojmë gjithë tjerë zakonshme pastaj. Dhe këtu nuk kemi asnjë interpretim as gjykatës, apo afate për ta tejkaluar procesin e zgjedhjes së kryetarit kuvendit. Për shkak se gjykata ka thënë se nuk ka afat brenda të cilit konstituohet kuvendi. Ka për të propozu, por jo për ta zgjedhur. Pastaj